إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk bëron vetëm se nga vetet dhe veprat tona, cilindo që Zoti Allahu pra e udhëzon, nuk ka kusht ta humb apo shtrembëroj. Dhe cilindo që zgjedh për veten e tij humbjen dhe shtrembërimin, nuk mund ta drejtojë dhe nuk mund ta sjellë në udhë të drejtë askush tjetër përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë, Zot që meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot, e të njihet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa ortak, pa rival, pa ndihmues, pa fëmijë, pa bashkëshorte, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore absolut në të gjitha atributet që ai ka. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri dhe i dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë. Misioni i tij përmbledhet në një ajet kuranor ku Zoti thotë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të qenë tregues i mëshirës së Zotit për të gjithë botrat. E ne jemi sot pjesë e bashkësisë që ai themeloi, dhe ne sot jetojmë në hijen e mësimeve të tij, mirësitë e Zotit dhe bekimet e tij, paqja dhe mëshira qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Siç e tha Zoti në Kur'anin famëlart, Ayyamën ma'dudat, ditë të numëruara, dhe ne jemi duke i shkuar këtyre ditëve të numëruara drejt fundit. E njeriu në këto momente që është dhe fundi i Ramazanit, pra po i shkojmë Ramazanit drejt fundit, ndodhet në disa situata, në disa ndjeshmëri që vetëm i Zotit di se si janë ato ndjeshmëri, dhe pastaj ata besimtarë dhe ato besimtare që i përjetojnë këto ndjeshmëri. Janë gjëra që ndoshta njeriu nuk di t'i shpreh ashtu siç duhet, apo nuk di t'i thot ashtu siç duhet, po faktikisht janë gjëra që ndihen në shpirt. Disa ndjenja që njeriu e kupton se sa mirë është me qenë afër Allahut xhalla xhelaluhu. Disa ndjenja që njeriu kupton sa mirë është që njeriu t'i japi lirinë shpirtit dhe pavarësinë dhe mos ta lodhi me gjëra koti, me gjëra që vetëm se e rëndojnë dhe e mbajnë peng. Një lloj ndjesie që njeriu kupton fjalën e Zotit: "Fafirru ila Allah." Merrni arratin për te Allahu. Aty është qetësia, aty është rehatia, aty është kënaqësia. E çdo gjë përveç ti është interes. Kurse raporti me Allahun është nevojë. Çdo gjë tjetër mbas Zotit është interes. Njeriu bën analizat, krijon me të raporte apo nuk krijon. Nëse raporti i njeriu me Zotin është raport nevoje,
Pra nuk mund të plotësohet njeriu dhe nuk mund të gjejë veten e tij vetëm se duke marrë arratin te Allahu xhalla xhelaluhu, duke u strehuar te Allahu xhalla xhelaluhu. E lumë për atë njeri që kupton nga Ramazani këtë mesazh, që qetësi dhe rahati dhe prehje nuk ke për të gjetë vetëm se nëse futesh në strehen e Allahut, në strehen e Zotit. Përndryshe, çdo streh tjetër dhe çdo lloj arratie tjetër ka lodhje, ka mund dhe një siguri shumë të përkohshme dhe fluide, të paqëndrueshme. I madhi Zot, Allahu xhalla xhelaluhu, i orienton besimtarët dhe besimtarët që të jenë të kujdesshëm vazhdimisht, po sidomos kur bëhet fjalë që shkojmë drejt fundit të gjërave. Innama al-a'malu bil khawatim. Çdo vepër varet se si mbyllet. Ne nuk e kemi mbyllur akoma Ramazanin, ne jemi në fund të Ramazanit, jemi në javën e fundit të Ramazanit. Për këtë arsye, unë nuk dua të them që të ruajmë ritmin, po them të arrisim angazhimin ton, përpjekjen ton, që Zoti Madh, Allahu, të shohë tek ne përpjekjen dhe dëshirën dhe atë luftën, xhihadin e nefsit për të fituar kënaqësinë e tij. Allahu përpara se të shohë rezultatet e dëshirës tonë, sheh dëshirën tonë dhe qëllimin tonë. Le t'i tregojmë Allahut në këtë fund Ramazani se si jemi ngopur me të. Le t'i tregojmë Allahut në këtë fund Ramazani se ne kërkojmë kënaqësinë e tij mbi gjithçka. Çfarë vjen mbas kënaqësisë së Zotit ndaj nesh, xhenet, heqje emri nga listat e xhenemit, mirësi, bekim, çdo gjë mbas kënaqësisë Allahut është plus. Po qëllimi kryesor është kënaqësia e Zotit. Për këtë arsye njëri prej pejgamberëve të Allahut na jep neve këtë mësim kur ju drejtua Zotit duke thënë: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Erdha para kohe o Zoti im, sepse erdhi para kohe që i kishte caktuar Allahu një datë, ai erdhi para datës. E i tha Zoti: "Po pse erdhe para kohe? Pse erdhe para kohe?" Ai u përgjigj Allahut dhe tha: "Wa ajiltu ilayka rabbi litarda." Unë nguta o Zot dhe erdha para kohe që ti t'jesh i kënaqur prej meje, që të fitoj kënaqësinë tënde. Kurani famëlar kur flet në xhenet për mirësitë dhe begatitë e xhenetit, në fund fare i mbyll duke thënë: "Wa ridwanun min Allahi akbar." E kënaqësia e Allahut që do të derdhet mbi xhenetlit është shumë më madhështore se çdo përjetim që përjetojnë banorët e xhenetit në xhenet. Allahu akbar. E ke vënë re ndonjëherë në jetën tonë, kur bëni diçka që kënaq prindin për shembull, dhe ti e shef atë kënaqësinë e prindit që derdhet nga fytyra e tij, nga trupi i tij, për diçka që ti ke bërë. Çfarë reflektimi jep kur ti sheh këtë gjë tek prindi për shembull? Ose njëri që është i shtrenjtë për ty dhe e sheh që e ke kënaq, ose është i kënaq prej teje. Absolutisht edhe ti e përjeton shumë kënaqësinë e tij. E ky është një shembull shumë koti në këtë botë, po kur besimtari të kuptoi dhe të derdhet mbi të efekti i kënaqësisë së Allahut xhalla xhelalu.
Prandaj dhe them, në këtë fund Ramazani, këtë duhet ta vejmë si synimin ton kryesor. Për këtë arsye në këtë fund Ramazani të rregullojmë sa më shumë situatën që ka mbetur dhe ditët që kanë mbetur, që helbete na falen, na tolerohen ato gjëra që ndoshta nuk i kemi bërë mirë gjatë këtij Ramazani deri në këtë kohë që ne po flasim. Nuk është rastësi dhe nuk është kot që Allahu xhallal xhelalu thesarin e Ramazanit e la të fshehur në këto ditë të fundit të Ramazanit. Ka urtësi të madhe, sepse njeriu në natyrën e tij, duke e bërë një gjë vazhdimisht çfarë ndodh? Lodhet. I kthehet në normale, në tradit, i bëhet rutinë. E Allahu xhallal xhelalu tha prit, arritet te 20-a, kalut në 10-shën e fundit, prit sa aty është thesari. Aty tani kërkojeni se do ta gjeni natën e madhe, natën e bekuar, natën e Kadrit, e cila ka marrë këtë emër se ka një vlerë të madhe tek Zoti xhallal xhelaluhu. Lejletul Qadr, nata e Kadrit. Nata e vlerës së madhe të Zotit i gjithësisë. Po pse ka kaq vlerë kjo natë e Allahu? Se pikërisht në këtë natë Allahu zbriti Kur'anin të gjithin. Sepse në këtë natë fillon për herë të parë drita e shpalljes mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Sepse çdo gjë që bëhet në këtë natë është më e vlerësuar te Zoti se sa e bër 1000 shahr, 1000 muaj. Për këtë arsye dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na mësoi që ta kërkojmë në të gjitha netët. Ne kemi qef më me i datë fikse, edhe mesazhet gati sa se shpërthejnë telefonin kur është. Ndërkohë që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar natën e Kadrit me 21, natën e 21, natën e 22, natën e 23, natën e 24, natën e 25, natën e 26, natën e 27, natën e 28, natën e 29 dhe natën e fundit. Në të gjitha netët. Dhe ne kemi shumë transmetime të sakta që ka rezultuar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nata e Kadrit 21, 23 dhe e kalon ai me porosi 25-ën, po kemi transmetim tjetër të saktë që e kalon me porosi 27-ën, po kemi dhe transmetim tjetër të saktë që e kalon me porosi 29-ën, kështu që shkoha që njeriu të angazhohet sa më shumë. Kjo është ideja, angazhimi, ndjeshmëria. Dhe kush angazhohet në të gjitha këto net, sidomos në netët teke, të jesh i sigurt se ka për t'ia qelluar se s'ka ku të shkojë. E jo më nëse angazhohet me netët çifte, me shpresën e të madhit Zot, që ka për ta gjetë, e ka për ta arrit mirësinë e kësaj nate. Për të kthyer edhe një herë tek fjala ime në fillim fare, jemi në mbyllje të Ramazanit dhe janë disa ndjesi në mbyllje të Ramazanit që përzihen me njëra tjetrën. Për shembull, mërzia dhe gëzimi. Mërzia se u mësum me muajin Ramazan, u mësum me agjërimin, u mësum me namazet e teravive dhe namazin e natës, u mësum me një ritëm tjetër dhe shijuam diçka që na kishte marrë malli për ta shijuar qysh nga viti i kaluar. E do të vi një moment që do të shkëputet prej nesh, e kjo na mërzit,
po edhe ndjehemi të gëzuar sepse po e mbyllim një adhurim, po çojmë në vend një nga urdhnat e Zotit, shpresojmë tek mirësia e Zotit dhe pranimi i Zotit, dhe kjo neve na bën të ndjehemi edhe të gëzuar, po edhe të mërzit apo të pikëlluar. Ndjesi tjetër që na vjen në këtë fund Ramazani është ndjesia për ta përmend shumë Zotin dhe për të qenë falëndërues ndaj Tij. Ne kemi theksuar dhe gjatë teravive dhe gjatë namazit natës, o vëllezër dhe motra, se kjo mirësi të cilën ne po e përjetojmë dhe kjo copës xheneti e derdhur në tokë në Ramazan nuk është gjë tjetër vetëm se një mirësi e Zotit. Po edhe përkushtimi ynë, po edhe ky vullneti ynë dhe kjo dëshira jonë dhe kjo palodhshmëria jonë nuk është gjë tjetër vetëm se prej Allahut. Për këtë arsye Zoti kur foli për agjërimin në Kur'an si e mbylli, e që ta përmendni Allahun dhe ta falënderoni. Kjo duhet na çojë neve në një përmendje më të shumë të Zotit dhe një falënderim më të madh për Allahun. Pse? Fakti që na solli këtu ku jemi sot, fakti që na i ka çel dyert e Tij, fakti që na ka mbajt afër Tij, do të thotë se kemi një vlerë te Allahu xhella xhelanu. E kjo vlerë duhet përkthyer në përmendje. Kjo vlerë e jona te Allahu duhet përkthyer në falënderim. Wala in shakartum la azidannakum. Nëse më falënderoni, do t'u ashtoj mirësitë dhe begatit e mia. Ndjesia e frikës dhe merakut se na e ka pranuar Zoti apo jo. Edhe ky është një merak i madh që e ka çdo agjërues në fund Ramazanit. Se askush për veten e tij nuk ja vën dot vulën vetes se unë kam bë perfeksion punën. Nuk ja vën dot vulën vetes askush. Edhe kjo e bën besimtarin të ndihet i tulatur. Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët japin prej të mirave që ju ka dhënë Zoti, po zemrat e tyre janë të tulatura se do të kthehen tek Zoti. Në besimtarëve i tha pejgamberit alayhis salatu selam, tha o pejgamberi i Zotit, Zoti këtu flet për ata njerëz që s'falen dhe që nuk agjërojnë. Tha jo, o bija e Sidikut, Zoti këtu flet për ata që falen dhe për agjërojnë dhe që japin zekatin dhe bëjnë vepra të mira, mirë po kanë frikën dhe merakun se ndoshta nuk janë meritor për t'u pranuar atyre Allahu këto gjëra. Vëllezër dhe motra, që të ngjitet diçka te Allahu duhet të jetë. Po asnjëri prej nesh nuk ja vën dot vulën vetes tij. Mund kemi përjetuar ne disa momente interesante, po nuk është se kemi qenë 24. Atëherë këtu vjen dhe përjetimi i duas dhe i lutjes. Ibrahim alayhis salam dhe Ismaili alayhis salam e ndërtuan Qabën dhe bën një nga veprat më të mira që mund bëjë njeriu për krijuesin. Tek ajo vepër e Ibrahimit dhe Ismailit ne shkojmë dhe bëjmë haxhin dhe umren dhe drejtohemi 5 herë në ditë. E megjithatë, pejgamber, bir pejgamberi dhe pejgamber i luteshin Zotit dhe thoshin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Allah, o Zot, pranoje prej nesh. Ti je dëgjuesi, ti je ai që din gjithçka. Prandaj le të jetë kjo lutje lutja jon e këtyre ditëve. O Allah, o Zot, pranoje prej nesh. Ti je ai që dëgjon gjithçka dhe ti je ai që di gjithçka. O Allah, o Zot, ne e pranojmë mangësinë tonë dhe dobësinë tonë. Po kur përballemi me mëshirën tënde dhe me mirësinë tënde dhe me fisnikrinë tënde dhe me bujarinë tënde, kjo gjëja jon sado e vogël që të jetë, sado e mangës që të jetë, merr vlerat më dha,
se kështu ke premtuar ti o Allahu Zoti ynë. Mësohu me fol me Allahun në lutjet dhe në duat e tua. Ndjeshmëri tjetër që duhet na shoqërojë në këtë fund Ramazani është ndjeshmëria e pendimit dhe kërkimit falje. Sepse tham, ndoshta se kemi bërë ashtu siç duhet. Po edhe ta kemi bërë ashtu siç duhet, nuk mendoj se ne e kemi myll me Zotin situatën. Pasi që çdo frymarrje jona dhe çdo çast që kalojmë nuk është gjë tjetër vetëm se një bekim i tij për cilin ne prap hym borxh me Zotin e gjithësisë. E si lahet kjo pjesë? Kjo lahet me istighfar. A ke vënë muslimanët që masi falin namazin çfarë thon? Selamu alejkum wa rahmatullah, selam. Pastaj astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Po pse duhet thonë astaghfirullah? Namazi ishte, s'është ka bërë në gjuna. Po pra, po namazi ishim, po sa ishim namaz kur ishim namaz. Thot Zoti në Kur'an për besimtarët kur marrojnë haxhin, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, deri në fund të ajeteve. Kur të mbaroni adhurimet e haxhit, që ne e dim shumë mirë çdo të thotë mbarosh adhurimet e haxhit, do të thotë me fleta të bardha, si dita që ka lindur nëna, megjithatë Zoti prap thotë, kërkojeni falje Zotit dhe përmendeni Zotin shumë. Atëherë le të jenë këto ndjesi, ato që do të na shoqërojnë deri në fund Ramazanit, se Allahu xhelle xhelaluhu do ta shohë merakun ton, hallin ton, ndjeshmërinë ton dhe të jesh i sigurt se Allahu jep më shumë se ç'meritojmë. Allahu shpërblen më shumë se ç'bëjmë. Dhe Allahu mbi të gjitha sheh ndjeshmëritë dhe ndjenjat tona përpara se të shohë rezultatet e veprave tona. O Allahu Zoti i gjithësisë, ti je shpresa jon, tek ti i kemi të gjitha shpresat. Na trajto o Allah siç je ti, e mos na trajto o Allah siç jemi ne. Ne jemi akoma në kërkim të natës Kadrit, e nuk ka dyshim se më e shpresuara në netët e Kadrit në këtë net fundit Ramazanit janë netët teke, e ndër më të shpresuarat është nata e 27 e Ramazanit. Pasi ka një transmetim të saktë ku sahabiu i nderuar Ubej ibn Ka'b betohej në Zot dhe thoshte: Pasha Allahun, unë e di se cila është nata e Kadrit, është ajo natë që na urdhëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të çoheshim me fal namaz natën të, nata e 27 e Ramazanit. Normalisht ky sahabi ka fol për atë vit që ka përjetuar, ndërkohë që ka transmetime të tjera të sakta që kjo gjë ka ndodhur edhe me 21, kjo gjë ka ndodhur edhe me 23, kjo gjë ka ndodhur edhe me 25. Kështu që jemi akoma në fillim dhe, si më thënë, gara për kërkimin dhe arritjen e natës Kadrit është dhe duhet të jetë prezente deri në fund të Ramazanit. Prandaj jepni forcë vetes dhe përkushtoheni më shumë në këto net që na kanë mbet nga ky muaj i bekuar dhe i bekat i Ramazanit. Në mbyllje të Ramazanit, muslimanët japin diçka nga pasuria e tyre e përkufizuar nga profeti alayhi salatu wassalam si më poshtë: pastrim për agjëruesit, ushqim për të varfrit. Si puna e 2 sejdeve që korrigjojnë gabimin e namazit, kur bëjmë një gabim namaz, bëjmë 2 sejdë për të korrigjuar gabimin. Edhe sadakaja e fitrit, ose fitrat, ose vitrat, ose zakati i fitrit, quaj si të dush, një kuptim ka, lëmosha e Ramazanit, është ajo? Shërben për të mbyll ato gabimet, problematikat
që mund kemi pas ne gjatë agjërimit. Jepet për të gjithë anëtarët e familjes, edhe nëse ka prej tyre që s'kan agjëruar për shkak të moshës së vogël apo për shkak të moshës së madhe apo për shkak të shëndetit, për çdo anëtar musliman të familjes jepet sadakaja e fitrit nga kryefamiljari. E nëse janë të ndarë dhe kanë arkat e tyre të ndryshme, gjithsecila në vete, atëherë gjithsecili ka obligim, e nëse ndonjëri e merr përsipër para anëtarët e tjerë të familjes, kjo i i largon të tjerët nga detyrimi. Pra nëse bën njëri prej anëtarëve të familjes për të tjerët, kjo i largon të tjerët nga detyrimi. Obligohet për gjithë anëtarët e familjes, madje e pëlqenin të parët tanë edhe për fëmijët në barqet e nënave, jo si obligim, po si shenjë falënderimi ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe duke qenë optimist se ky fëmijë inshallah do të vinë në jetë dhe do të jetë pjesë e jetës dhe pjesë e familjes. Jepet në ushqim, kjo është origjina dhe baza në mënyrën se si jepet sadakaja e fitrit. Po nëse sadakaja e fitrit në situata dhe në raste dhe në njerëz nuk bën dobi në ushqim, pra me kuptimin se nuk është se sot kush flas për qytetet, sidomos sepse pjesa e fshatrave është qendron ajo, nuk është se dikush vun për bukën e gojës, po ai mund të ketë një lak në fyt, për sa i përket një problemi, për sa i përket një borxhi apo diçkaje, e për t'i larguar njerëzit nga stresi të paktën, halli dhe sikleti ditën e Bajramit, pjesë e mirë e dietarëve të Islamit, ndërta Hanefit dhe Sheikhul Islam Taymije, po edhe të tjerë, kanë thënë që në situata të caktuara bëhen dhe përjashtime dhe mund të jepet edhe në vleftë monetare, atëherë kur orizi apo mielli apo gruri nuk bën dobi, pra me kuptimin ka situacione dhe vende që nuk është se ka ngel puna tek makaronat. Kështu që mund të jepet pra edhe në vleftë monetare, mund të organizoheni familjarisht, mund të organizoheni si fis, duke gjetë një antar të fisit që me të vërtet ka nevojë për mbështetje, mund të organizoheni nëpërmjet imamëve dhe xhamiave, siç kemi ne për shembull çunat tu Zoti i shpërbleft, cilët mas kësaj hutbe që po marrim e deri ditën e Bajramit merren pikërisht me këtë punë, pra me sadakan e fitrit, me kompensimin e Ramazanit, po edhe zeqatin apo gjërat që njerëzit ndoshta akoma nuk i kanë bërë llogarit dhe nuk i kanë dhënë. E rëndësishme është që të futet në agjendë që të jepet para Bajramit. Të jepet para namazit të Bajramit. E nëse dikush le të themi harron apo i del prej mendje, mund ta japë edhe mbas Bajramit, po i bie shumë vlera në krahasim me atë që jepet përpara Bajramit. Është mirë që kur ta mbyllim këtë muaj, sepse i bie që hutbja radhës të jetë Bajram, ta mbyllim këtë muaj me tekbire, pra duke e madhëruar Zotin dhe duke e falendëruar Allahun Xhelle Xhelaluhu. Xhamiat e qendrës së Tiranës do ta falin në shesh dhe namazi do të jetë i Bajramit në orën 6:30, inshallah taala. Pra do të falet sabahu në për xhamia dhe pastaj njerëzit do drejtohen drejt qendrës inshallah taala me shpresën e të madhit Zotit, qofshin fal.